24 vjet pas, televizioni syri është kthyer arkivës programore për të risjellur në kujtesë shumë intervista, dokumentare, fragmente jetë të realizuara ndër vite. Këtë herë jemi kthyer kontributit sublim dhe të pakontestueshëm të mjekëve nga Gjakova, të cilët bashkë me infermierët u gjendën në krye të detyrës në rrethana situata shumë të vështira për të ndihmuar ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët plagoseshin në mbrojtje të atdheut. Pamjet e ruajtura ndër vite dëshmonin se djegjet, plagosjet e vrasjet nuk ishin qenë të rastësishme për gjithë Kosovën, e gjithsesi edhe për Gjakovën. Ishte një përpjekje egër për të thyer një popull që ndër shekuj kishte ndërtuar dhe ruajtur identitetin e tij. Arkiva televizive tregon se Gjakova kishte qenë hal në sy të pushtuesit dhe në momentet më të rënda të historisë ishte shndruar në një digë të pathyeshme për armikun. Kur lufta kishte shpërthyer në Drenicë, sipas pamjeve dhe intervistave arkivore, përgatitjet kishin filluar edhe në Gjakovë. Të rinjt kishin lënë shtëpinë dhe familjet, duke ju bashkuar radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndërkohë në një tjetër front, më pak të dukshëm, por shumë jetik, po organizohej personeli i spitalit të Gjakovës i Sagreza. Sipas dëshmive të ruajtura në arkivën e televizionit, mjekët dhe infermierët kishin nisur të hartonin plane se si do të qëndronin në prapavi të luftës, duke kthyer profesionin e tyre në mision human dhe patriotik. Arkiva dëshmon se spitali funksiononte nën presion të vazhdueshëm, ndërsa në çdo repart kërkoi përgjegjësi maksimale për pacientët dhe medikamentet. Megjithatë, angazhimi i mjekëve nuk mungoi asnjëherë. Pamjet arkivore tregonin kur në një dhomë të thjeshtë spitali ishte mbajtur mbledhja e parë organizative. Aty ishte vendosur ndarja detyrave. Disa mjekë do të shkonin në teren, ndërsa të tjerët do të kujdeseshin për pacientët të shtrirë në spital. Fillimisht kishte nisur grumbullimi i medikamenteve dhe pajisjeve sanitare për vijat e frontit. Në intervistat e arkivuara përmendeshin emra që kishin mbetur në kujtesën e kohës, siç ishin Luan Uniku, Emin Dana, Urim Bytyqi dhe shumë aktivistë të tjerë të cilët kishin kontribuar në mënyrë të pandalshme. Referuar intervistave të para shumë viteve, banatoria e spitalit ishte zbrazur disa herë nga ilaqet, të cilat në mënyrë të fshehtë dërgoheshin në drejtim të zonave të luftës. Ishte një luftë tjetër, luftë për të shpëtuar jetë. Shpesh merreshin sasi të mëdha medikamentesh nga banatoria qendrore, madje pa dijen e drejtorisë, vetëm për të mos munguar ndihma për të plagosurit. Merreshin sasi më të mëdha nga banatoria qendrore, pa dijen e drejtorit atëhershëm që ka qenë drejtori i dhunshëm. Kështu që teprica akumulohej dhe vinin personat e caktuar, të cilët kanë qenë aktivista dhe merrnin qoftë instrumente, qoftë fasho, injekcione dhe shkado që kem pas mundësi, mandej jënë bardë dhe kanë shku në teren. Para se me shku në vendin e caktuar, zakonisht një ditë përpara apo disa orë përpara u përcjell ke materiali për vendin e caktuar, ose në rastin konkret në spitalin e Krushevësit ka pas material, nuk kem pas mungesë materialit. Ky këshilli i lartë përmendur ishte shumë aktiv, bëshim takime të rregullta, 2 herë në javë, por shumë shpesh kanë gjakur me kim pas takime dhe 2 herë në ditë. Sipas situate, sipas momenteve. Me njëherë pas kësaj, ne bëm një takim shumë zyrtar me udhëheqësit e banatoreve private. Për arsye se fatkeqësisht ato shoqërore nuk kishin mjete materiale. Të gjithë shprehen ngadishmëri për të na ndihmuar. Ju caktuam secilit një vlefë të caktuar, edhe unë mandej, veti treti, ku ishte edhe
Magjister Bujar Domi dhe shumë aktivistë tjerë, shkum në për banatore private, i tërhoqëm vetë atje, edhe mandej në përformat të ndryshme. Ose mi dërgun shtëpije të caktuara, përsëri lidhshmëri të drejt për drejt me aktivistët e Nën Terezës, duke thonë se këto janë materialet Nën Terezës. E natyrisht, unë masi isha, sidomos para luftës isha në sy të inspektorëve të shumët, shumë nuk guxesha më eksponu, por kisha vllaun tim i cili ishte farmacist, përveç ndihmave drejt pas drejt të tija, ai ngarkon këtë automobilin për vetë privat, dhe i dërgonte aty ku unë i dhesha. Në rast nevoje, kur atë ta thomezi ishin, e thënte se këto janë materialet të cilat ne i shkembejmë njëri me tjetrin me koleg, edhe jam të shku te filan kolegu X i panjoftë. Puna aso kohë bëhi më shumë mund dhe për kushtim, e në bashkëpunim të ngushtë me shoqatën Nën Tereza, e cila kishte luajtur rol të rëndësishëm në ndihmën humanitare, thot doktor Femi Vula. Shumë veprimet tona u kryeshin thuajse nuk ekziston drejtori serb, duke fillu nga rezervimi i mjeteve materiale për punë, nga pranimi i pacientave, mshefja aq sa kishte mundësi e tyre, mos regjistrimi i pacientëve me emër mbi emër të vetin real, sidomos kur filloi lufta, ne kishim një numër shumë të madh të luftarëve tonë cilët në mënyrë civile vishin, ose të qytetarëve të ndryshëm të cilët ishin plagosur me armë zjarri, e ne e thojshim se është plagosur me ndonjë formë tjetër, ose nuk e paraqitsim njeriu në plagosur për arsye se policia në atë kohë kërkonte armën nga ai. E mandej pas armës kërkonte shumë gjëra tjera. Prandaj kemi bërë punë mjaft të madhe. Gjithë veprimtaria dhe bashkëpunimi në aspektin humanitar ishte lidhur me Nën Terezën. Edhe pse Nën Tereza nuk ishte mjaft mjete, po në atë kohë unë disa herë kam shkuar në Prishtinë, ku marr mjete materiale, është fjala për material sanitar, i sillsha këtu. Spari Nën Terezë, aty bëjshin distribuimin e tyre, ne për paketa të ndryshme, i jepshim aktivistëve tonë, të i largun aktivistët e Nën Terezës për shkak të rrezikut. Edhe ata me mjete të ndryshme, me kuaj, me karroca, me automjete e tjera, i dërgojshin kryesisht për më mirë largu punkteve të policisë, i dërgojshin në vende të caktuara. Organizimet drejtoheshin nga Palekaj, i cili kishte koordinuar aktivitetet në disa zona, përfshirë zonën e Babajt të Bokës, Glogjanin dhe Dobroshin. Unë kom qenë afër zonës së luftës dhe mu ka besuar një punë e tillë, mirë po sikur mos kisha gjetë një bashkëpunim me kolegët e mi, ka qenë e kotë që ne, si Gjakov, si komunën e Gjakovës, apo mund them edhe në nivelin regional, ti koordinojmë punë dhe që ti dalmi në ndihmë ushtarëve që mund them që pa shërbimet mjekësore, ndoshta morali i tyre nuk kishte me qenë në nivel të duhur. A dashtë që nëpërmjet të kishës, e këtu kisha falenderua familitarin Don Frankolin, i cili ndoshta ka qenë në nivel të detyrës dhe nuk ka hezituar prapo them që me motrat e nderit t'i bart pacientët në mënyrë ilegale dhe t'i bie në spitalin e Gjakovës. Në rrëfimet e ruajtura, doktor Nejat Rexha kishte kujtuar momentin kur ishte thirrur nga sigurimi shtetëror, ndërsa Selajdin Boshnjaku kishte treguar se Këshilli Mjekësor mbante takime të rregullta, ndonjëherë edhe 2 herë në ditë. Edhe banatorët private kishin dhënë ndihmën e tyre pa hezitim në këtë rrugtim. Takimi e kishim në spital ose në shtëpi private, aktivitetin e kishim në Babajt Bokës, Glogjan, ishim duke përgatitur pjesën operative për në Dobrosh, ajo kompletu sallë operative, po në ofenziv ajo shkatru. Ne u munduam që të kemi një vend takim, edhe kjo ka qenë shumë më herët para fillimit luftës. Mirë po
e pam që kemi qenë të përcjellur, kështu që me rastin e parë kur unë kam qenë i thirrur në sigurimin shtetëror, pyetjet cilët mi ka bërë atkoh inspektori dhe sqarimin se çfarë ne bisedonim brenda në mbledhjet që ne i mbanim, ishin shumë shqetësuese për mua. Kështu që prej asaj dite vendosëm që mos takohemi me një vend, mirë po takimet të jenë nga dy, apo sipas nevojës, sipas rastit. Prej personave që na kanë ndihmu, sidomos në bartjen qoftë të materialit sanitar apo edhe të neve kirurgëve për me shku në teren, kanë qenë Luani, ka qenë një radhë kemi shku me Hekoran Dobrunën, Hekoran Hoden dhe Zotin Dobruna, edhe shofer se më kujtohet kush ka qenë tjetër. Mandej disa radhë kur kemi shku në Prapaqan, ka qenë doktor Pali, i cili ka bërë bardhjen tonë, gjerë në spital dhe kthimin tonë. Kështu që këta janë personat që kanë qenë lidhe, gjithashtu ka qenë edhe një prej teknikëve që ka punu në spitalin Gjakovës, në repartin ortopedik, Shkelzen Gashi, ka punu në repartin tim, edhe ai ka qenë një prej aktivistëve. Arkiva e televizionit ruan dëshmi të dhimbshme për keqtrajtimet e mjekëve nga pushtuesi serb. Me ofenzivin e muajit gusht 98 me 10 gusht, kemi marrë lajmin se ndër ushtarë tjerë të plagosin ishën edhe një grup gjakovarsh e prej tyre edhe Ullmorina. A dit jemi nisë une, Dr. Seledin Boshnjaku dhe Urim Betyqi, po në Osek na ka ndalu policia serbe, e cila dinte synimin tonë, megjithëse na nuk pranum që ishim të shku atje, na çojnë në sekretariatin për punë të mbrëmshme dhe diku për 4 orë na maltretojnë fizikisht. E mbaj mend si sot kur ka qenë një ditë e diell, ka qenë muaj gusht i vitit 98, atë ditë ka qenë i plagosur në Zoti Naim Maloku, dhe ne kemi marrë thirrjen prej aktivistëve që kanë punu mrena në Gjakov, që duhet me shku në teren për t'i dhënë ndihmë. Doktor Ilir Beqirim ka lajmëru, dhe kemi pas shofer Urim Betyqin të ndjerin. Jemi nisë diku rreth mesdites, edhe pse të them vërtetën në atë teren ishte radha parë që shkonim në atë teren me doktor Ilirin. Doktor Iliri kishte qenë një herë para meje, po për mua ishte radha parë, kështu që ishte si tereni pa njoftur në ana e Glogjanit. Edhe jemi nisë diku rreth mesdites, edhe pasi kemi mri në fshatin Trakaniq, aty kemi ndalu për t'i pyetur fratarët se si mund të vazhdojmë më tutje gjerë në thellësi, gjerë në Glogjan. Jemi ndalë me një familje që nuk di për momentin çfarë mbijemni kanë. E kemi pyetur a ka mundësi të na ndihmoni me shku ma thellë. Ata kanë treguar që rrugës për ku ne ishim nisë, domethënë për në Glogjan ndodhen edhe 2 post blloqe të policisë, kështu që pra ditë ishte e pamundshme të futemi më thellë. Vendosëm të kthehemi pa kry punën. Edhe me njëherë në kthim, po sa kemi dalë prej fshatit, kemi hasë në polici, në 3 kompanjolla policisë, cilat na kanë ndalu, na kanë mbajtur diku rreth 45 minuta. E pastaj pas kontaktimit me bazën e tyre, jemi transportu në supin Famkeq në Gjakov. Për fat mirin, gjatë dikun janë 20-25 minutave kemi qëndru të 3 në automobilin ton, edhe për fat edhe më të mirë, atë ditë nuk kem pas instrumente dhe as xhame medicinale me veti, me qenë se na pritnin instrumentet në Glogjan. Pas planit që ne të 3 e hartum që të mos i ndrojmë fjalët, të mbesin me të njëjtat fjalë, ato kanë qenë përfundimisht edhe shpëtimtare për ne, kështu që pas 4 ore maltretime, secili me nga një inspektor të sigurimit shtetëror të atëhershëm, për fat e ka përcym atë barierë dhe u lirum diku në orët e mramjes. Them të vërtetën, lirimi i të 3 neve atë ditë ka qenë, mendoj ma shumë rastësi, thjesht një fat. Përndryshe ka qenë një kohë mjaft e vështirë që të gjendeshin 2 mjek duke shku në drejtim ku luftohej me të madhe, të ziheshin nga ana policisë dhe të liroheshin, domethënë ka qenë me vërtet një befasi.
kujtej shumë gjana. Zanja ime nuk ka pas korpus delikti. Mu, policia serbe, as inspektorët e tyre, as një moment nuk kanë zonë me material dorë. Natyrisht kjo ishte fati imi, jo që ishte ndërizotësi imi. Ose pazotësi e tyre, mu i me thonë. Pra që se unë kam vepru, pra ata nuk kanë mujtë as një moment mu më zonë me material. Kur shkoj aty, a i më thotë, ti e sot i kidnapuar. S'pari më ofron kafe, a më thotë ti e kidnapuar. Ju na i keni zonë dy njerëz tonë shumë të rëndësishëm. Edhe ti, derisa të na i bini ata dy njerëz, ne nuk do të lirojmë ty, as familjen tënde. Edhe më thotë mandej, unë që 24 orë nuk kam fjetë, gjithë kemi debatu gjatë gjithë natës si t'ja bojmë kësaj pune, si t'i gjejmë ata dy njerëz. Edhe Trajfar Camović më thotë, planet tona isin kësaj. Ti marrim 200 intelektual shqiptar gjakovar t'i fusim burg. Verzioni dytë, hoqët edhe shehler t'i fusim burg. Verzioni tretë, merr një femi vullën, së është mjaft. Ndërsa doktori Sabaudin Bytyqi, udhëtimin drejt zonave të luftës shpesh e kishte bërë me biçikletë. Kanë qenë dy raste, dy herë kur është dashur të shkojmë pa makinë atje. Me qenë se shtigjet e daljes për qytetit ishin pothuajse të bllokuara. Kështu që bashkë me shoferin Luani Unikun kemi vendosur që të shkojmë me bicikleta. Edhe me bicikleta bile edhe ai mendoi mirë që të mos më rrezikonte mu faktikisht. Dhe mendoi një kohë gjatë se kur në çfarë kohe me dal, me qenë se ishte vera, që të mos bimë në sy që po shkojmë diku tjetër. Edhe faktikisht është e hera parë, herën tjetër, mas një jave, është dashur që të shkoj prapë me bicikletë. Një ditë më përpara, pasi isha kthy prej terrenit, mora një porosi prej kolegëve atje që kishin mungesë të barnave, të antibiotikëve dhe analgetikëve. Dhe më dha një listë që këto na duan patjetër, për momentin s'ka kush më na sjell. Kështu që vendosa aty, thash mirë, po mundona vetëm i sjell. Erdha në Gjakov, gjatë asaj dite me i ble nuk ishte problem ato, se kishte mjaft në barnatorë. Kur i solla në shtëpi u boni grumbull i madh, cilin fillova t'i largoj prej atyne paketimeve të letrës e të nejlonit, ato paketime speciale që janë për antibiotik, dhe në fund prapë me një sasi e cila në një qese të nejlonit me nxifutej. Më shef vllau dhe po më pyet se çka jam të përgatit. Dhe i tregova se po i përgatis me i qu në teren, në Dobrosh. Po mirë, tha qysh do të me i qu atje. Thash po me kera di që s'moj me shku, po duhet me shku me bicikletë. Thash po problemin kryesor ka me kalu punktin i cili gjendet te ura e Brekocit atje, se për ndryshe andaj thash nuk është në telashe e madhe. Kështu që ai filloi të më ndihmoj dhe bile më propozoi tha mirë, tha deri atje, tha po ti qesune me kertemin. Edhe ashtu fillum me gjetë në një vend kërë me mshef, vendosëm që me i fut në të gumën rezervë, e përgatiti vetë me qenë se mere me një profesion tillë të vulkanizerit. I paketum dhe bashkë me dhëndrën, unë nisën bashkë me kërë dhe bi që të një jashtë, dhe më thonë, e te i kalun punktin, nërsa unë me bicikletë i prita për të kësaj urës Korenisës atje. Atjo bondrimi i nxerri vetaj kishte profesion i gjatë tillë që të mos i damtonte ato. I mora në qeset në nejlonit dhe u nisa me bicikletë për vjetë. Edhe pse, pëthom edhe kësaj herë nuk jemi taku me ta. Pëthom është një fat i madh që ne ka përcjell jo vetëm neve, po edhe të tjerë ndoshta gjatë furnizimit, me që gjithmonë thoya se mjaftonte një takim me ta. Edhe çdo gjë do të përfundonte. Pamjet arkivore dëshmonin se edhe në rrethana lufte, reparti i ginekologjisë kishte vazhduar të funksiononte. Korridorët që dikur mbusheshin me gëzimin e lindjeve, tani mbartnin ankth dhe pasiguri.
Doktori Hasan Manxhuka kishte treguar se ekipi ka punuar me shpejtësi të jashtëzakonshme, madje edhe në sallë kirurgjie pa dritare. Gjatë kësaj periudhe, raporti ginekologjisë është përballë me mjaft vështirësi për shkak të numrit të shtuar të pacientëve që kanë gravituar nga qendra të tjera. Vështirësitë të tjera kanë qenë çarkullimi shumë më i vështirë, sidomos natën. Furnizimi me material shpenzues sanitar ka qenë shumë më i dobët. Materiali kirurgjik ka qenë në shpenzim e sipër, dhe materiali me antibiotik ka qenë më dobët të furnizuara. Mirë, por përkundër gjitha këtyre, me angazhimin maksimal të mjekëve të këtij raporti, edhe në periudhën para luftës, edhe gjatë luftës, arrit që të gjitha të kryen me sukses edhe operacionet edhe lindjet normale të dalin ballë. Gjithë ati fluksi të shtuar të pacientëve të filluar prej komunës Deçanit, Malishevës, Rahovecit, Pejës, Prizrenit, pacientëve që kanë kalu kthej për në kufi Shqipërisë, prej Pejës, prej Mitrovicës, Prishtinës e tjera. Gjatë kohës luftës kemi qenë maksimalisht të mobilizuar në kohën gjithë tonën e partë. Si ekip kemi funksionuar shumë shpejt, në të gjitha rastet edhe natën, edhe pse kemi punuar në sallë të kirurgjisë pa dritare. Gjitha rastet kanë shkuar mirë, nuk kemi pas ndonjë komplikim. Angazhimi ka qenë maksimal. Ndërkohë, lufta ishte ashpërsuar. Plagët e luftëtarëve kërkonin trajtim të menjëhershëm. Arkiva ruan dëshminë e doktorit Selajdin Boshnjaku për transportimin e një pacienti nga Glogani në Gjakov, i cili ishte lënë në hyrje të spitalit për të shmangur rrezikun e zbulimit. Në intervistat e ruajtura, doktor Burim Saatçia dhe doktor Nejat Rexha kishin treguar për ndërhyrje kirurgjikale në kushte ekstreme, shpesh herë kur shpresa për shpëtim ishte minimale. Kam kujtes një fjalë të një luftëtari të madh, luftëtari i cili japi jetën për liri, Yll Marinës. Ishim në vizitë dhe Yllin njefsha edhe më herët, pasi afër shtëpisime kanë pas dyqanin me prindin e tij njëfna mirë, më jep 10 marka dhe më thot, jepja babës t'i blen fëmijëve diçka. Atë natë kemi operuar prej orës 11 deri në mëngjes në ora 6, dhe më thonë kemi kryer një 5 intervenime, unë doktor Sela dhe doktor Iliri, me gjithë doktor Burimin. Ai pacienti ka pas një rupturë të kolonit dhe me gjakderdhje. Mandej atë pacient e kam pa mas 2 muaj në spitalin ton, e kanë zënë policia dhe në spar ka qenë spitalin e Prishtinës, e kanë transferuar në spitalin ton. Kur kam shkuar në dhomën intensive me pa një pacient timin që i kisha operuar civil, po e kam pa atë, po nuk e kam shiqur se më përcjellte një mjek serb dhe çfarë kontakti kisha unë me te. Kështu e pash merr mirë që e pash të gjallë. Një moment, për shkak të 5 rasteve cilat i kisha, mendova ati mos mi dhon ndihmë. Mendova se këtyre tjerëve do t'i jap ndihmë, do t'i shpëtoj 100%, edhe ai kishte qafën krejtësisht gjymës gati të kaputur. Por edhe unë mendoj se është i vdekur. Ai gjallë. Filloi më thonë se çashtojnë edhe principet mjekësore se duhet të ndihmosh aty që ki mundësimin ndihmu, e ati që nuk ki shans të ndihmosh, le, se dikush duhet vdes, sidomos në luftë. Kur i kreva të gjitha këto, u ktheva ka ky, edhe filloi me te me punu. Në qoftë se vdes, që të vdes bar bukur, mirë. Mas 2 dite kisha caktu terminin e caktuar, kur unë do të vi pa thirrje. Kur e shoh njeriu përsëri të gjallë, filloj ta shoh vetën. A është e mundur? 48 orë të ardhshme, vizita e tretë, shkojnë aty, nuk e gjej njeriu në atë farë shtratin e vet. Isha shumë i sigurt se pas ka vdek. Po s'po guzoj me pyet. I kreva këto punë tjera, i tham,
Në kishte kë. Tha diku na barë ka dalë me shetit. Unë tek që atëherë më shteta, e thash nuk është e mundun, se nuk i besojsha vetit, nuk ishte fjala se unë jam aq mjek i Zotit që di me shëru çaq plagë shumë të rënda, cilat ishin vdekjepruse. Njëri prej të plagosur kishte një plagë të hapur të krahënorit në pjesën e shpatullës, plagë diku rreth 4-5 cm. Shifej fenomeni pneumotoraksit që e quajmë ne, domethënë ato hyrjet edhe daljet e ajrit përmes vrimës në krahënor. Plagë e cila në tërësi është sanune të rënë. Megjithëse ditën e parë nuk i kisha atë drenin e është quajtur dren torakal për me bë drenazhin e hapësirës së toraksit, krahënorit. Ajo mbetej që mas 2 dite, meqense nuk kish mundësi çdo ditë të u thoj. Mas 2 dite është bërë përsëri përpunimi i plagës, hapja e plagës, domethënë edhe vendosja e drenit tjetër, meqense për momentin ishte vendosur një dren nga sistemi infuzionit, që krynte një farë funksioni, po jo kurse si në tërësinë e edimate, po s'kishim zgjedhje tjetër. Pas gjatë vendosjes së këtij dreni filloi keqësimi i gjendjes pacientit, meqense ato në momente që mund të ndodhin edhe në spitalin tonë, meqense është një procedurë mjaft e ashpër, futja e drenit që është i trashë sa gishti. Mirë po për një moment, domethënë për 10 sekonda, menjëherë përmirësohet gjendja kur fillon të funksionojë dreni me atë pompën mekanike që ka. Kjo arkive jona dokumenton edhe një realitet tjetër të dhimbshëm, fotografimin e personave të vrarë që silleshin në morgun e spitalit, si dhe dokumentimin e plagosjeve dhe keq trajtimeve nga policia serbe. Ishte një përpjekje për ta ruajtur të vërtetën dhe kujtesën historike. Për fat të mirin, diku një 6-7 muaj para se me fillu problemet në Kosovë, e fitova dhurat prej vllaut tim një fotoaparat shumë të mirë, i cili ishte shumë i vogël. Edhe ditë e para kanë mërri një numër relativisht i madh të plagosëve, qoftë civil, qoftë ushtar të QK-s, qoftë ata cilët binin në prit gjatë bartjes së armëve nga Shqipëria për në Kosovë. Prandaj me fotoaparatin tim personal janë kryer diku 4-5 muajt e parë gjitha fotografimet e gjithë plagosërve, të vdekurve dhe rasteve tjera të keq trajtimit nga ana e policisë serbe. Ato mandej përmes aktivistave tonë janë shku, o bë zhvillimi i tyre dhe janë dërgu përmes internetit kanë dalë. Mjekët kishin improvizuar dhoma spitali në Izhniq, Smolic, Glogjan, Dobrosh dhe në 2 shtëpi në qytet, duke krijuar reparte të vogla shprese. Ne në qytet kemi pas një formë shumë mirë të organizimit. Në atë këshillin cilin unë e përmendem, ne në çdo vend në qytet kemi pas sigurum çak edhe 2 shtëpi, natyrisht që këta nuk e ka ditë populli. Kanë ditë këtë 2 vetë, me gjithë mu, 2 shtëpi, cilat kanë pas bunar, cilat kanë qenë zbrazta, pa njerëz, pa banor, por kanë qenë të gatshme me formu një spital luftarak. Ka qenë tereni shumë i mirë, mënyra e komunikimit, për arsye se ishte në breg të lumit Krena. Ishin gjanat të cilat ne dikur e dyta kishim organizu në çdo lagje. Ekipa tona, çak edhe në çdo rrugë. Kishim organizuar edhe mënyrën e mbledhjes mjeteve materiale për të siguruar material sanitar për 2 rrugë, për 3 rrugë në qytet. Një kujtim interesant mban edhe doktori Ilir Beqiri, anesteziolog. Kemi pas momente të vështira kur imi duhet ndoshta me rreziku veten edhe familjen. Më kujtohet mirë me 2 gusht kur isha, e kisha grunë smut me tension të lartë dhe shtatzon, mu desh më najt 30 kur kthena e gjoj grunë para vdekjes dhe fëmijën e vdekën. Po apet dëshira për minimu të plagosën ishte më e madhe se sa mu zgjedh para të ngrus. Pamjet e arkivuara të vitit 2002 të realizuara në Spitalin Isa Grezda në Gjakov
ruanin rrëfimet e mjekëve dhe dëshmonin sakrificën e tyre. Ato pamje mbetën një kujtesë gjallë për humanizëm, guximin dhe përkushtimin e mantelbardhëve që në kohët më të errëta kishin zgjedhur të qëndronin në anën e jetës.